pas 25, 26. Unë? Po. O ti rrofsh, faleminderit. Jo, seriozisht dukesh më i vogël. Mua gjithmonë kanë thënë që dukem më i madh. Jo. Rrofsh, faleminderit. A i thej ka 30, e? 37. 37 i gëzoft. Faleminderit. A keni kështu raport të mirë? Kemi një raport që unë adhuroj këtë raportin tonë, sepse pavarësisht diferencës moshës, ai më ka qëndruar afër për çdo gjë. Edhe për këtu ka qenë suporti im më i madh. Literalisht. Se pavarësisht gjitha dyshimeve që i lindin njeriut në kokë për diçka të tillë dhe për një eksperiencë të tillë, më ka thënë, nëse ti e do ta bësh të gjë, shko dhe bëje. Dhe kështu më ka thënë për çdo gjë tjetër. Dhe njëkohësisht edhe unë me të, për sa i përket ëndrave të tij. Ne jemi diametralisht të kundërt, por ama shumë suportues në njëri tjetrin. Shumë suportues. Shumë mirë. Erioni është një nga ato persona që është idealist dhe janë të rrallë njerëzit që vazhdojnë të mbajnë të njëjtin ideal, të njëjtin qëndrim në ditë të sotme. Dhe sidomos në botën atje jashtë. Sidomos në botën atje jashtë. Që është më egër, ku ka përfitime, shumë herë më të ndaja, edhe kjo është, këtë e adhuroj. Këtë e adhuroj A jetoni afër? Si? A jetoni afër? Po. Unë kam pas jetuar në Tiranë, por pas ndarjes nga jeta baj, u ktheva sërish në shtëpi, u ktheva te mami, nuk doja ta lija vetëm. Nuk doja ta lija vetëm. Halal të koftë. Edhe e dua fort, e kam thënë këtu që ndoshta këtë vit me atë edhe mund të mos kem qenë shumë i drejtë. Se kam qenë edhe unë në atë gjendje, ajo ka qenë një gjendje shumë herë se nuk ja kuptoj dot, sepse asaj iku gjysma shpirtit. Edhe iku në një moshë ku duhet fillonin ta shijonin jetën së bashku. Po, megjithatë, unë ja kam vënë qëllim vetes bashkë me tim vllaj që ne se zëvendësojmë dot kurrë atë lloj marrëdhënie. Kurrë. Por do mundohemi që t'ja bëjmë jetën sa më të bukur, sa më të gëzueshme, sa më të këndshme. Edhe këtu brenda kam hyrë edhe për atë. Që të më shohë, të kënaqet me mua. Kjo është gjë. Ti tregosh vlera që ti ka jep ajo e të ato kulturë. Bravo. Ta bësh më një krenare. Ta bëj akoma dhe më krenare. Po, normal. Ta bëj akoma dhe më krenare. Nëse ka diçka që unë kam menduar gjithmonë, dhe që e kam si kështu në mendjen time, apo i bëj ata krenare. Kjo është gjë. Sepse është shumë e rëndësishme që prindi të ndjehet krenar për fëmijën e tij në fund ditës. No, se ja bëj aq çarama këto kohë. Je shumë i mirë. Edhe nuk e du shumë fort këtë vetë gjë, po kur vjen puna aty edhe është një gjë shumë e mirë, se domethënë pe kallëzon edhe një ngjyrë tjetër tonë, pe kallëzon edhe anën tjetër atë, si person i dhëmshëm, si person që adin vlerëson familjen tonë, ki respekt për nonën tonë. Unë familjen time e adhuroj. Literalisht e adhuroj. Kam dhe një të vogël Priamin që dua e di çfarë ka qenë gjë më e bukur kur ka lindur Priami. Çfarë ka emrin? Priam. Po. Kur ka lindur Priami, kam qenë aty ke inkubatori dhe po e shihja. Edhe po i thoja Xhaxhi ty të premton që do jetë gjithmonë krah teje, do bëj gjithmonë çdo gjë për ty. Dhe do të mbroj edhe kur mund t'jesh i pambrojtshëm. E du fort. Sa vjeçar është tash? Të do Xhaxhi fort fare. Ti tash se kupton, po do e kuptosh i ditë. Xhaxhi ty të do jashtë mase. Ti je i pjesë shumë e rëndësishme e zemrës Xhaxhit. Sa vjeçar është? 6, oj këto. Adi është bashkë në moshën më të mirë, që kënaqesh me ta. Adi në moshën më të mirë, ku flasim pak, adi kënaqesh. Kur vjen te shtëpia që luajmë një herë, ka qef të luaj. Qa merr Lego kështu, fillon i gjug te, unë i gjuaj andej, vëm në kështu në i tasë në kokë. Kështu. Veç ato e ki nepa, po? Po, vetëm ato. E pa që me jetë gotë. Faleminderit. Ti? Një për mbesa, vlezër, motra? Unë e ka motrën, i ka 8 vjetë. Sa Priami është. Edhe 100. Edhe 100. Edhe një vllaj kam 14 i ka. Edhe 100 të di. Je e lidhur besoj vetë. Po, shumë, jashtë mosë. Jap jetën për ta.
Unë vura re kur erdhi mamaja për të takuar, zoj grua, shumë fisnike, që duke që ajo lidhja e ngushtë shumë e fort familjare. Edhe u duke dhe me raku që si janë andej mirë, janë gjithë mirë. Kjo është e gjitha. Mama në du fort edhe inshallah është mirë, sepse ka pasur edhe i problem, ka thyrë krahun para ca muajsh. Me kanë thënë dhe këtu, ditën që më kanë thritur për audicion këtu, kemi qenë spital, mami sa do futesh në operim. Po.